Në gjykatën e posaçme ka dëshmuar këtë të njëjtën në gjyqin për dosjen plumbiart Krenar Guçe, zëvendës drejtori i krimit në policinë e Elbasanit. Zyrtari prej 7 vitesh në strukturat e policisë së këtij qyteti u pyet për episodin e vrasjes së Andi Zylyfit dhe plagosjen e Arditur Ruçit. Krenar Guçe mohoi të kishte kontakte, njohje apo interesa me anëtar të grupeve kriminale që po gjykohen për fshirë Talo Qelën, Erion Alibein apo Nurettin Dumanin, veç në rastet kur ka patur çështje hetimore që e kanë kërkuar rrethanat, tha drejtuesi policor. Kohën kryesore të dëshmisë së tij e zon përgjigjet rreth pyetjeve për një veprim sekret hetimor që ka kryer në Rinas, ku ka survejuar një takim mes Hajdar Bagos, alias Qopja dhe Armis Stafës. Drejtuesit Arjan Muça, Leonard Palushi dhe Alban Çela më kërkuan të shkojnë në Rinas që të bëja kthyrjen e kamerave për ardhen e një personi nga jashtë Shqipërisë. Hajdar Baku rezultoi që ka ardhur në mëngjes në Rinas, ka marrë një dhomë në hotel deri pasdite, ka ardhur pasdite orës më kujtohet, një person që e ka shoqëruar nga hoteli në aeroport, ku kanë parkuar makinën dhe janë futur brenda. Nga verifikimet e mëvonshme rezultoi se ishte Armis Stafa. Jam takuar me çdo familjar që ka pasur interes për hetimin, nuk më kujtohet se kë dhe kur, janë rreth 7 vite. Takimi i parë me Erion Alibein, mos gaboj, ka qenë në drejtori të policisë. Disa herë kam takuar në drejtorinë e policisë dhe në banesën e tij ku kemi kryer veprime hetimor. Disa herë kam takuar në drejtorinë vendore të policisë dhe në banesën e tij kur kemi kryer veprime hetimore. Gjithnjë kam qenë në prani të kolegëve, ndoshta në ndonjë moment në hetuesi kam qenë i vetëm. Në banesën e tij kam qenë me kolegë të policisë Elbasanit, mos gaboj dhe Leonard Palushi, por Alban Çela dhe Arjan Muça më kujtohet në kanë qenë. Sa i takon pyetjes nëse e dija që ishte në kërkim kur e kam takuar, nuk më kujtohet nëse e dija. Me Sadi kam pasur një çështje tjetër që ka qenë në kërkim Alibej, ka qenë përpara ngjarjes. Nuk më kujtohet nëse e dija që ishte në kërkim në momentin kur e kam takuar. Nuk më ka paguar asnjëherë askush, absolutisht asnjë dhuratë. Nuk kam patur kur telefon të enkriptuar. Nurettin Dumani ka rezultuar autor dhe në vrasjen e Bujar Çelës. Jam marr personalisht me ngjarjen. Talo Qelën e njoh për shkak të hetimeve që kam kryer. Kur nuk e kam takuar. Fatos Gosën e kam dëgjuar, nuk e kam takuar. S'kam qenë në banesën e tij ndonjëherë. Dashnor Dumanin e kam emër të dëgjuar, me sa më kujtohet është marrë një herë si person i pyetur për këtë vrasje. Seanca u ndërprer në kushte të pazakonshme, pasi avokati Gentian Sharrës, Sokol Haziza i kërkoi ndërprerje seance për shkak të zgjatjes dhe pasi nuk u dëgjua, u largua nga salla. Gjykata vëre mungesën e tij dhe prokurori Behar Dibra e ndjek në ambientet e jashtme nga pas për të kërkuar të kthehet, por Hazizaj nuk pranon. Tokat e zeza vendosën ta shtyjnë seancën për të njëjtën në orën 10, ku Guçe do rikthehet për të përfunduar dëshminë.